Një pankart me mbishkrimin "Mirë se vini në Republikën e Sanxhakut" e varur në lagjen Tregu i Ri në Novi Pazar ka zgjuar ditët e fundit vëmendjen e opinionit publik dhe ka rikthyer në debat çështjen e statusit politik të Sanxhakut. Pamja e shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale është interpretuar nga shumë kush si një simbol i pakënaqësisë së kahershme dhe si një mesazh politik që synon të mbjellë idenë e pavarësisë ose të paktën të një autonomie të gjerë nga Serbia. Sanxhaku është një krajinë historike dhe gjeografike në Ballkan, e shtrirë midis Serbisë dhe Malit të Zi, me qendër tradicionale Novi Pazarin. Emri vjen nga periudha osmane, kur kjo zonë ishte një njësi administrative, ndërsa historikisht ka qenë një hapësirë me përzierje të fortë etnike, fetare dhe kulturore. Popullsia e sotme përbëhet kryesisht nga bosnjak musliman, por edhe nga serb ortodoks, si dhe komunitetet e tjera më të vogla, siç janë shqiptarët, për të cilët sistemi në Beograd ka punuar që të zhduken. Në kujtesën historike të rajonit përmendet edhe prania e shqiptarëve, veçanërisht në pjesët jugore të lidhura me vilajetin e Kosovës. Pas luftërave ballkanike të viteve 1912-1913, Sanxhaku u nda midis Serbisë dhe Malit të Zi, duke humbur çdo formë autonomie, që prej asaj kohe komuniteti musliman i Sanxhakut ka përjetuar periudha represioni, politika asimilimi dhe marginalizim ekonomik. Këto përvoja historike kanë ndikuar në krijimin e një ndjenje të fortë identitare dhe në kërkesat e vazhdueshme për të drejta më të mëdha politike dhe kulturore. Në vitet 90, gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë u organizua edhe një referendum jo zyrtar për autonominë e Sanxhakut, i cili ndonse nuk u njoh nga Beogradi, tregoi qartë aspiratat e një pjese të konsiderueshme të popullsisë që jeton në këtë rajon. Sot pankarta në Tregun e Ri shihet nga mbështetësit si vazhdimësi e asaj fryme rezistence, si dhe thirrje për vetvendosje, ndërkohë autoritetet serbe i shohin këto veprime si provokime politike pa bazë ligjore. Megjithatë, mesazhi është i qartë: Sanxhaku mbetet një rajon me tensione të pazgjidhura, ku çështja e identitetit, historisë dhe marrëdhënies me shtetin serb vazhdon të jetë e hapur. Për disa zëra lokal, Sanxhaku nuk është thjesht një krajinë, por një ide politike që ende kërkon realizim.